tash që ka korrupsion, ne këtë punë e dim gjithë. Domethënë se këtu po jetojmë. Dëgjojmë lloj-lloj rrëfime, dëgjojmë lloj-lloj histori nga më të ndryshmet. Por a është e përfshime ajo apo jo, tash nuk ka rëndësi fort çka mendojmë unë e ti dhe nuk ka rëndësi fort çka dim, se ti mund të dish shumë çka, unë mund të di shumë çka, por që mund të dëshmosh në gjykatë është tjetër muhabet. Edhe nëse do duhet bëj ndryshim në këtë vend, atëherë shqiptarët duhet binden që ajo që po ndodh nuk është teatër, nuk ka performancë, që është e vërtetë, që është reale, që dikush vërtet atje po punon, që dikush vërtet po angazhohet, dikush vërtet po mbledh dëshmi, edhe që çojnë në një gjykim ku dikush pallet fajtor. Unë këtë nuk po e shoh. Tash ajo që ti e përshkrove te puna e sheshja në Rostemi, rrugë të tjera, domthonë kjo unë do e përdori një gjuhë tjetër, domthonë kjo është një komplikim i qëllimshëm, ndërlikim i qëllimshëm. Hajde ta komplikojmë, ta bëjmë dhe në fund harrohet për çka u nis muhabeti. Ndërlikim nga unë, jo, ndërlikim nga sistemi. Po. Është një ndërlikim nga sistemi, komplikim i qëllimshëm nga sistemi. E tash në Shqipëri këtu jemi në një fazë që ata që janë në kupol, në majet kupolës, nuk kanë më kontroll me çka po ndodh në administratë në gjë. Domethënë është instaluar një farë lloj deep state-i i cili tash vetë rregullon vetvetën, edhe e mbron vetvetën. Tash ti mund ndrosh ministrat sa dush, mund ndrosh edhe kryeministrin sa dush, po ky deep state i shqiptar është aq i fuqishëm tash e vetë rregullon veten edhe e mbron vetvetën. Ti mund të marrësh vendime çfarë dush në syra, ata thjesht janë mësuar, hajde se ky ministri vjen e shkon, a ke parasysh? Hajde se Rama s'ka ku merr, ku vjen, ku i bën Rama, shkon vesh. Edhe këtu në Shqipëri është instaluar kjo ideja që të fshihen gjëra që mos shkojnë te ai më lart, te shefat e mëdhej, çojnë vetëm suksese, mos tregojmë çka nuk funksionon.